Përshëndetje nderuar teleshikues, zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në transmetimet tona të drejtë për drejta, sigurisht për të fokusuar në çështjen e Gjirokastrës në Lazarat. Sigurisht në telefon kemi në këtë moment e kolegun Gerti Xhaja, i cili do të na sjellë në vëmendjen tonë të tjera detaje. Gerti, përshëndetje. Përshëndetje. Pra jemi me Gerti Xhaja në këtë momente në telefon të nderuar teleshikues, sepse do të na përcjellë të tjera detaje. Sigurisht ai ndodhet në Lazarat dhe ka të tjera zhvillime të cilat do t'i ndajmë ne me teleshikuesit të cilët po na ndjekin kur dihet që policia ka rrethuar Lazaratin. Gerti, përshëndetje. Po, përshëndetje. Atëherë ne kemi mundur të hyjmë në Lazarat, kemi parë se sa çaruar është gjendja, madje grupi ynë xhirimit dhe sulmuar me armë nga grupet të cilët lëvizin të armatosura dhe që ishin dhe me maska. Në momentin që na kanë sulmuar, fatmirësisht asnjë prej nesh nuk u dëmtua, ndërkohë që kanë frembyer krejt pajisjet që kishin me vete telefonat dhe automjetin me të cilën ne ishim duke hyrë në fshatin e Lazaratit. Kemi dalë prej andej, fatmirësisht fal disa banorëve të zonës, të cilët në momentin që panë që një grup xhirimi u sulmua nga persona të armatosur, kanë dalë dhe na kanë mbrojtur, pavarësisht se plumbat na kalonin sipër për kokës. Të paktën vetë këta persona na kanë marrë në automjete, një banor na ka marrë në automjetin e tij, duke na shpëtuar, duke na hequr nga duart e personave të cilët ishin të armatosur dhe synuan të na mbanin për disa momente në zonën ku na gjetën dhe ku na kapën. Gerti, përveç dhe nuk shikoj të paktën vazhdojnë që dojnë të stacionuara makinat e policisë. Në këtë moment ne kemi paktën një çerek ore 20 minuta që kemi dalë në Lazaratit, në këtë moment shikoj një nga autoblinat që po ngjitet dhe që shoqërohet me brishëritë e armëve që vinë në plumat që qëllojnë nga brenda Lazaratit. Nuk e di, situata është mjaft e nxehtë, por paktën ne arritëm të kuptonim aty që edhe banorët nuk është se ishin përkrahas të personave të cilët mos themi e kanë marrë peng Lazaratin dhe që qëllojnë me armë dhe nuk lejojnë atë lëvizjen e policisë. Ishin pikërisht ata persona që na nxorën nga automjeti dhe na kanë nga automjeti që qëllohej me armë. Automjeti jonë i grupit xhirimit me logot e televizionit a një report që qëllohej me armë, na kanë nxjerrë që andej, kanë hyrë vetë mes nesh dhe personave që qëllohej me armë dhe na kanë nxjerrë për andej. Fatmirësisht nuk kemi dëmtime, si mësuar dëmtime, shkel dhe falë të hyrjes së banorëve të Lazaratit që më vjen të përshëndes në këto momente. Gerti, sa minuta ju kanë mbajtur pra të izoluar dhe a ka patur tentativë për të ushtruar dhunë? Ka qenë një çerek ore 15 minuta, normalisht ka pasur tentativë për të ushtruar dhunë, jemi që shëlloi automjeti ku ne kemi qenë brenda automjet me armë. Është vëri që situata ka qenë shumë e tensionuar. E vetëm gjë që na vjen në mendje ishte që largoheshim prej aty në atë moment. Sa persona ishin, Gerti, të armatosur? Në momentin e parë është afruar një person nga mbrapa që ka qelluar, pastaj ka ardhur tjetër nga para automjetit dhe në moment kemi parë 3-4 dhe më shumë veta që të armatosur dhe të maskuar, ishin gjithë të maskuar dhe të armatosur me automatik Kalashnikov. Vesh i zotin që në një moment njëri prej tyre që qellonte në drejtimin të automjetit i mbarë karikatori dhe në momentin që ndrohesh karikatori ka ndërhyrë banorët të cilët ishin në një lokal aty pranë, që na kanë dalë në krah dhe na kanë mbrojtur, na kanë shpëtuar nga situatë pa imagjinueshme një vit 2014 në një vend antar e NATO-s dhe që pret së fundi statusin e kandidat. Gerti, Bashkimin Evropian. Po, ku ndodhen në këto momente? Fiks, ku gjendeni? Jemi në kryqëzimin në rrugën nacionale, pikërisht aty ku nis rruga për në Lazarat. Jemi në pritje, banorët na thanë që do mundoheshin mos na kthehen në një prej pajisjeve, telefonave apo dhe automjetit i cili më them që janë thyrë gjithë xhamat me qyt automatiku, me plumba, me gjithçka që kanë pasur në dorë personat që kanë qelluar. Kemi hyrë normalisht, kemi jemi sot nga Tirana, kemi kaluar Gjirokastrën, kemi kaluar post bllokun Ereneas, që ndodhe në hyrjet Lazarat, pikërisht në vendin ku jemi ne tani. Na jam bërë me shenjë të kalojmë, që të vazhdonim rrugën. Nuk na është folur për garancitë apo jo, paktën nga njoftimi pushtetit të drejtorisë përgjithëse policisë, duhet ta theksoj thuaj që policia ishte në Lazarat dhe që kishte ndërhyrë në zonën nga ku qellohej me armë. Ky ishte fakti për cilin ne besuam dhe morëm guximin që gjithëshin në fshatin e Lazaratit,
por duke se paske qenë thjesht një njoftim policie sepse ne nuk pama si policë për vendet të ratë. Pa vetëm personat maskuar të armatosur që qëllonin drejt nesh dhe drejt në ajër dhe në gjitha drejtimet e mundshme. Tjetër, Gerti, çfarë keni para aty? Unë jam e sigurt që është një moment i vështirë, sigurisht jo vetëm për ju, por për të gjithë. Ka qenë që deri në momentin që unë gjithë ne kemi hesë për rreth 50 minuta. Kemi qenë brenda në zerat, që gjithçka, njerëz që dilnin normal nga rruga, lëviznin automjete, njerëz të qetë, por që u desha ai moment, u desha ne të binim në syrin e dikujt që vazhdon të mbajtë pengë zeratin dhe të sulmoheshin për tyre. Gerti, cili ishte komunikimi mes atyre që ju kanë mbajtur pengë? Vetëm të shara duart lartë tini, ju gazetarët nuk e din, nuk mund të kishën e rëndë. Vetëm një gjë që mendoja ishte si mund tili nga ai rreth nga ajo zonë, kur personat vinin të maskuar me armë që të afroheshin, godisin me qytet automatik u qellonin me armë drejt mjetit ku ti ishe akoma duke dalë. Nuk e di, Gerti, nuk mendoj që në këtë moshë, në këtë vit, të përjetoja të tilla situatave të tilla. Është e qartë. Probleme përse përket në një dikushtrë profesionale. Është e qartë dhe ne fakt guxojmë bëjmë dhe pyetje përveç emocioneve, të cilat janë njerëzore, por është një grup prej 30 vetësh sikurse deklaron policia apo keni parë një grup më të madh, sepse keni qenë në vendngjarje? Unë nuk e di se ku e ka parë këtë grup policia, nuk e di ku ishte policia që kishte mundur të negocion dhe të ndërhynte dhe të zgjidhte këtë situatë, sepse unë pash vetëm njerëz të armatosur që vinin vërdallë të maskuar në Lezerat. Gerti, unë do ndalem dhe njërë të komunikimi, por të komunikimi që ka patur mes personave të armatosur dhe atyre që ju kanë ardhur në ndim, pra banorve të Lazaratit. Komunikimi i tyre ishte miqësor, apo pati dhe përplasje? Banorve 4 pjesëtarë të grupit Xhirimit, unë dhe 3 kolegët e mi, i detyrohemi jetën. Pasi në atë momente, gjithçka ishte e mundë, gjithçka mundose, ne u qelluam mjeti ku ne ishim brenda në pa njëri si ku ishim ishim më shëlluar në anë. Ne ishim brenda, kemi shpëtuar nga plumat. Në atë moment, dim vetëm që qelloheshin na thyeshin xhamat me qytet automatiku, xhamat e makinës, automjetin në cilin ne kishim gjetur lart. Xhamat thyeshin sipër kokave tona dhe ne mundoheshim të ishim nga dyert që mundës të dalim. Në moment kur kam parë logot, kam parë që kishte edhe pas në atë moment dhe qytetarët që usulën. Nuk e pa marrë shkas që shikoni një automjet të një grupi Xhirimi, këndë detyrën e tij. Qytetarët ndoshta principet dhe nga kjo kanë hyrë mes nesh, plumave dhe personave të armatosur. Ne kanë shfutur jetën, dhe ashtu sa kalonin plumat sipër kokës tonë, kalonin dhe sipër kokës atyre. Ndoshta ishte mbulimi që ata na bën neve duke qenë futur prezencën e tyre brenda nesh, që të patëm na nuk u goditëm më me plumba me armë, sepse nuk e di, ishte distancë shumë e madhe që e bën në këmbë, e bënte objektiv të gjallë për të qelluar në armë zjarr. Gerti, kjo tentativë. Nëse ata qytetarë nuk do vinin, nuk do na nxjerrin që nuk do na rritin automjetin e tyre, të na sillin dhe na mblidhin një nga një, sepse në momentin e parë normalisht të gjithë ka paniku kur shikon ato kreskin që të shpërndar, na kanë mbledhur vetë banorët, na kanë marrë nga duart personave të cilët na qellonin me armë sipër kokës, godisin me qyta. Dhe nuk e di. Gerti, ishte një tentativë për qelluar drejt për së drejtje, apo ndoshta edhe për të trembur? Nuk, kush e pa një makinë në televizion që qelluar me armë duke ecur në rrugë. Më pas kemi ndaluar të detyruar nga të shtenat, sepse po cynim akoma nuk vinim nuk u gjetëm të ka përgatitur për të lloj situate. E tani vazhdojnë ande të shtenat me armë në brenda. Është ushtruar dhunë, Gerti? Më duket nuk besoj që të kishte nevojë për përgjigje këtë pyetje. Kuptova. Është ushtruar dhunë. Por që fatmirësisht jemi gjallë, jemi ne. Kuptoj. Policia, kemi në informacion çfarë thot kur mund të veproj? Ja, policia thjesht na ka spostuar neve nga vendi ku jemi në pyetje, që ata banorë zemër mirë që të themi, që ta shpëtuan ne që atje të na kthejnë nga automjeti. Thjesht kemi kërkuar mundësinë që nëse afrohet automjeti, sepse edhe vetë banorët kanë frikë dhe ata banorë që na shpëtuan kanë frikë të afrohen, sepse kanë frikë se në momentin e parë që konstatuar nga policia do identifikohen dhe përfshihen ata me grupin që qellon në armë. Por e pashë nuk ishte Lazarati vetëm ato të shtëna armësh, që ata njerëz që na ndorën ne atje.
Pasi për policinë as s'ka lëvizur, as të shtena dëgjohesh, gjithandej unë kisha momenti që kemi hyrë kanë qenë 3 autoblinda. 2 identifikoj, di që janë të Reneja, të tretit nuk e di nga ngjyra, më duk si policisë ushtarake, megjithëse më duk që ajo mund të ketë detyrë për tyre këtu, por që asnjë për tyre nuk ka lëvizur. Madje në momentin që kemi dalë ne, kishte larguar dhe janë zëvendësuar nga disa automjetë të tjera i vekut të fosave të ndërhyrjes së shpejtë. E qartë, nëse nuk e di çka tjetër për të shtuar, Gerti, ne s'na mbetet gjë tjetër veç se të përshëndetemi? Po pra, Gerti, na dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Ne vazhdojmë të jemi në pritje, shikojmë se çfarë do ndodh akoma, por që paktën për në zonën e Lazaratit, nëse do ketë të tjerë kolegë të cilët do kërkojnë që të raportojnë prandaj, duhet të këshilloj që ta bëjnë paktën derisa policia mos nxjerrë vetëm një njoftim që thotë që ka qenë brenda Lazarat për ta provuar atë me vepra, që mund bëjë jetën e çdo personi, çdo qytetari i Shqipërisë, në çdo pse të Shqipërisë. Dhe jo vetëm të dërgojë një njoftim për shtyp dhe ta fillojë ta mbyllë atë punën e saj. E qartë, Gerti, unë të falenderoj për informacionin, sigurisht të bashkohemi me ju në këto moment vërtet të vështirë, sigurisht e kemi mbyllur këtë komunikim me kolegun Gerti Gjaj dhe me një mesazh për gjithë ata që po na ndjekin dhe që ndoshta do duhet që të ushtrojnë në profesionin e tyre, pra gazetarët apo qytetarët të thjeshtë. Të paktën ajo se çfarë ka deklaruar Gerti Gjaj tregon qartësi që situata aty është vërtet kaotike.